Në redaksinë e televizionit syri kanë arritur disa fotografi që dëshmojnë për dëmtimin e hapësirave të gjelbra në parkun Xhëbleta, ku një pjesë e zonës tashmë është shndruar në parking të improvizuar. Sipas këtyre pamjeve, hapësira dedikuar për gjelbrim po shfrytëzohet nga lokalet përreth, por edhe nga persona jo rezident, duke parkuar automjetet në mënyrë të parregull dhe duke dëmtuar dukshëm natyrën. Ekipi i televizionit syri ka qëndruar sot në terren për të parë nga afër gjendjen, ku përmes kamerës janë regjistruar pamjet që tregojnë degradimin e kësaj zone. Vrehet se një pjesë e konsiderueshme sipërfaqes së gjelbër është dëmtuar, ndërsa gjurmët e automjeteve janë të dukshme në terren. Përveç kësaj problematike, në këtë hapësirë janë evidentuar edhe mbeturina të shumta duke rënduar dhe mëtej gjendjen e parkut. Po ashtu janë dëmtuar edhe elemente të tjera të parkut, përfshirë pemë, ulse dhe infrastrukturë tjetër publike. Banorët shprehin shqetësim për këtë situatë dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për të ndaluar degradimin e mëtejmë dhe për ta kthyer parkun në funksion të qytetarëve.